Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i detyri i Kosovës Albin Kurti merr pjesë në një panel diskutimi të mbajtur në Davos me temën Besimi, Leadershipi dhe Amerika 250. Agenda e ditës së kryeministrit Kurti në kuadër të Forumit Ekonomik Botror ka nisur me këtë panel ku ai ishte i ftuar për të diskutuar rolin e besimit në udhëheqje dhe në ndërtimin e unitetit shoqëror dhe shtetëror, njofton zyra e kryeministrit. Kurti vuri në pas se optimizmi për të ardhmen buron nga përpjekjet e vazhdueshme dhe angazhimi i aktiv i një shoqërie për ndryshim pozitiv. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Eyup Maqedonsi vlerëson se Normandy Index 2025 e rëndit Kosovën të 13 në botë për nivelin më të ulët të kërcënimeve strategjike ndaj paqes dhe demokracisë dhe para në Ballkanin Perëndimor për siguri strategjike. Maqedonsi theksoi se Kosova pozicionohet në mesin e 10% të vendeve më të sigurta në botë, një vlerësim i rëndësishëm ndërkombëtar për stabilitetin, progresin dhe orientimin euroatlantik të vendit, shkruan Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Eyup Maqedonsi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Opozita në Shqipëri e filloi sesionin e ri parlamentar me bllokim të foltores kuvendit. Aksioni u t'ju bashkua dhe Agron Sheja, Ralt Kapri, Fatmir Mediu, Artan Luku, Ana Dajko dhe Redi Muçi. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi kritikoi sjelljen e kryeparlamentarit Niko Peleshi që sipas tij ka bunkerizuar kuvendin duke lejuar praninë e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në seancë. Të dënoj sjelljen e kryetarit kuvendit që ka zyrtarizuar bunkerizimin e kuvendit në mbrojtje të korruptuarve dhe s'dyti të dënoj provokimin e urdhëruar nga Edi Rama që në vend që Belinda Balluku sipas kërkesës së prokurorisë të ishte në burg, vjen dhe ulet sikur asgjë s'ka ndodhur në sallën e seancave plenare në pozicionin e numrit 2 krau të djathtë të Edi Ramës. Në emër të demokratëve, Bardhi deklaroi se kuvendi i Shqipërisë nuk mund të jetë kurrë streha e të korruptuarve, por të shërbejë interesit të qytetarëve dhe barazisë përpara ligjit. Dhe sa kohë mazhoranca ka vendosur ta shndërrojë në këtë godinë në bunkerin e të korruptuarve, deputetët e opozitës nuk mund pranojnë kurrësi funksionimin normal të kuvendit. Ishte Gazmend Bardhi nga Partia Demokratike. Partia Socialiste e Shqipërisë paralajmëron demokratët se kanë kohë deri në javën e ardhshme për të paraqitur në komisionet për reformë zgjedhore dhe të territoriale. Nga salla e kuvendit të Shqipërisë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se nëse demokratët nuk përfshihen në komisione, do të vijohet me ndryshime. Dëgjojeni mirë, kohë për të humbur me ju ne kemi zero, që ta dini mirë, edhe nguliteni mirë këtu. Doni të vini të bëjmë reformën administrative territoriale, jeni të mirë pritur. Nëse deri javën e ardhshme nuk paraqiteni në komision, ne do të bëjmë ndryshimin e vendimit, sepse ju po shkelni në mënyrë të njëanshme. Doni të vini të bëjmë reformën zgjedhore, jeni të mirë pritur deri javën e ardhshme. Ndër të tjera, Balla deklaroi se kuvendi i Shqipërisë mblidhet në këtë sesion të dytë në një moment pozitiv dhe krenarie për Shqipërinë, ku kryeministri është ftuar të marrë një rol të paimagjinueshëm në një organizim të ri ndërkombëtar, Bordin e Paqes për rimëkëmbjen e Gazës. Është fare rastësi që nuk janë asnjëri prej kryeministrave apo presidentëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor, është vetëm kryeministri Rama, sigurisht janë dhe dy miq të tjerë, kryeministri Mitsotakis apo presidenti Erdogan. Deklaroi Tauland Balla. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj kërkoi bashkëpunim mes palëve në kuvend për realizimin e reformës zgjedhore dhe të territoriale. Në një mesazh drejtuar kuvendit në nisje të sesionit të ri parlamentar, presidenti Begaj theksoi se ky 6 mujor kërkon vullnet politik dhe vetëdije të lartë shtetformuese në mënyrë që çdo nismë ligjore të shërbejë drejt për drejt forcimit të shtetit të së drejtës, mirëqenies së qytetarëve tanë dhe antarësimit në Bashkimin Evropian. Kreu i shtetit kërkoi nga politika të konfirmojë mbështetjen për drejtësinë dhe reformës zgjedhore të ri, pikun kulmore. Një tjetër gur kilometrik sipas Begajt përbën reforma administrative territoriale, e cila suksesin e ka të lidhur ngushtë me palët për dialog konstruktiv dhe kompromis. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për ish-kryebashkiakun socialist Kavajës Elvis Roshi, i marri pandehur për shpërdorim detyre. Roshi u paraqit në SPAK në shoqërinë e avokatit mbrojtës Andi Skënderi. Elvis Roshi u kallëzua 10 vite më parë në prokurorinë e Kavajës nga kontrolli i lartë i shtetit, pasi ai dhe 10 zyrtarë të tjerë dyshoheshin se kishin shkaktuar një dëm ekonomik prej 33 milion lekësh me tenderet e rikonstruksionit të qendrës së qytetit dhe ndërtimin e disa rrugëve.
Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.